Evertoni do të luajë nesër derbin me Liverpoolin. Ndeshja e vlefshme për javën e 30 të Premier Ligës do të nisë në orën 21 dhe Armando Broja do të jetë i gatshëm në stadiumin Anfield. Vetë klubi i Evertonit ka konfirmuar gjendjen e sulmuesit shqiptar para derbit të nesërm. Kujtojmë se ndeshjen e fundit me Evertonin Armando Broja mori minuta si zëvendësues. Më pas te kombëtarja jon u aktivizua nga stoli ndaj Anglisë teksa me Andorrën u preferua si titullar. Broja ka kaluar një periudhë të gjatë me dëmtime dhe i gjithë fokusi është aktualisht te fitimi i minutave. Tek Evertoni është i huazuar nga Chelsea deri në fundin e sezonit. Evertoni vazhdon përgatitjet për ndeshjen e javës së ardhshme ndaj Liverpoolit në kampionat dhe çdo ditë e më shumë shtohen dilemat për trajnerin David Moyes nëse duhet të përfshijë nga minuta e parë në këtë sfidë edhe Armando Brojen. Sulmuesi ka lënë pas dëmtimin dhe siç tregoi në ndeshjet e kombëtares shqiptare është në formë të mirë fizike. Ato paraqitje duket se kanë kthyer në formë dhe humor Brojen pasi ai ka rifilluar që të tregojë se sa vlen dhe të argëtojë edhe shokët e skuadrës në stërvitjen e Evertonit. Nuk është as pak rastësi që vetë klubi anglez ka publikuar në rrjetet sociale një gol në stërvitje të Brojës. Aty shfaqet sulmuesi shqiptar teksa me një prekje klasi kalon topin mbi portierin duke e çuar në rrjet për të shënuar dhe marrë duartrokitjet edhe nga shokët e tij të ekipit.